Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Paqja, mëshira, rahmeti, mirësit, bereqeti dhe begatit e të madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar shikues, vazhdojmë me ciklin e ligjëratave të Ramazanit, ku trajtojmë tema të ndryshme. Sot mysafir kemi profesorin e nderuar, profesor doktor Ziber Lata, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup dhe në Universitetin e Tetovës, me të cilin do të diskutojmë mbi temën koncepti i ibadetit, adhurimit në Islam. I nderuar profesor, mirë se erdhët, të shkënaqësit ju kemi në emisionet tona. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Ju faleminderit juve. Atëherë fillimisht, i nderuar profesor, ka mundësi të na bëni një sqarim në lidhje me llojet e ibadetit. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin e Madhrishëm që na mësoi të jetojmë këto ditë të bukura, të bereqitshme. Salavat i dërgojmë të dërguarit të tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Lutim Zotin e Madhrishëm që bereqeti i këtyre ditëve dhe i këtyre netëve të jetë mbi të gjithë besimtarët. Amin, inshallah. Dashje e madhe i Zotit dhe mbi gjithë ne. Adhurimi, ibadeti është një çështje për të cilën Allahu xhaleshanuhu e ka lidhur me vetë ekzistencën e njeriu. Zoti i Madhrishëm në Kur'an thot Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit për asgjë tjetër vetëse që të më adhurojnë, thot Zoti. Pra, kjo ajet kuranor shpesh herë shumë mendimtar islam, shumë studiues, shumë dietar thonë që ky është ajeti i qëllimit të krijimit të njeriut në dynja. Pra, vetë ekzistenca e njeriut në dynja është e lidhur me adhurimin. Pikërisht për adhurim njeriu është sjell në këtë botë që ta adhurojë, ta njeh Zotin xhaleshanuhu. Tani sigurisht që sa i përket pyetjes që parashtruat ju, është një koncept i gjerë se çfarë është adhurimi. Ibadeti, apo siç i themi në gjuhën shqipe adhurimi, nuk është i njëkahshëm, por unë do të kisha ndarë në dy pjesë kryesore adhurimin. Pjesa e parë është adhurimet e veçanta të cilat i njohim ne dhe masa e gjerë e njerëzve të cilat interpretohen dhe mësohen nëpër mektebe, nëpër xhami ligjërohen, në medrese, në fakultete kështu me radhë. Pra, thënë shkurt është ajo pjesa e jurisprudencës islame e cila përfshin një sër adhurimesh për të cilat jam i vetëdijshëm se shikuesit dhe besimtarët tanë janë të njohtuar hollësisht për ta. Mirë po, kjo është koncepti i ngushtë i adhurimit. Kemi edhe një adhurim tjetër që do ta kisha thënë adhurimi në kuptimin e gjerë. Adhurimi është çdo veprim i njeriut në këtë botë përderisa bëhet me nijet të kënaqjes së Zotit xhaleshanuhu. Nëse njeriu çdo veprim në jetën e vet e kryen me vetdijen, së paku me vetdijen që Zoti e sheh, mendoj që hin brenda atij adhurimit në konceptin e përgjithshëm. Këtu dërhim edhe ajo që unë e thash në fillim të ajetit të cilin e citova në fillim, që ne jemi krijuar për adhurim. Dhe përderisa ne jemi krijuar për adhurim, sigurisht që gjithë ekzistenca jonë do të jetë një lloj adhurimi, në qoftë në jeti jonë është i lidhur me atë të cilin na ka krijuar ne. Dhe kretë kjo është një koncept i adhurimit në kuptimin e përgjithshëm. Sigurisht që këto të dy koncepte të adhurimit duhet që të merren dhe të analizohen mirë filli prej besimtarëve, të cilët e besojnë Zotin, e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë. Ju falenderoj profesor. Atëherë kur jemi tek adhurimet apo ibadetet e veçanta dhe të përgjithshme, cilin do të veçoni, domethënë cili është më i rëndësishëm për besimtarin? Sigurisht që të dyja janë të rëndësishme. Absolutisht është e padiskutueshme të bëhet një ndarje mes këtyre. Mirë po, nëse i kthehemi historisë... Ka më me prioritet, më pak me prioritet. Nëse i kthehemi
historisë islame, pejgamberëve të mëparshëm dhe pejgamberit fundit, pejgamberit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëherë shohim se në ciklin e pejgamberëve që ka filluar me Ademin alayhis salam dhe ka përfunduar me Muhamedin alayhis salam, ajo që ka ndryshuar është ibadeti i veçantë. Kurse koncepti i përgjithshëm i ibadetit që ne sqaruam këtu, ajo është i pandryshueshëm. Dhe pasi ajo është i pandryshueshëm, sigurisht që ajo është themelori. Pa atë, ajo është koncepti i përgjithshëm është bazamenti i adhurimit mbi të cilin ndërtohet koncepti i veçantë i ibadeteve. Nëse ne nuk kemi vetdijen që të pranojmë ekzistimin e Zotit, të pranojmë që Zoti është i gjithfuqishëm me gjithë ato cilësi që e ka cilësuar vetveten ai, dhe nëse ne nuk e kemi këtë vetdije të ardhjes tonë në dynja, se kemi ardhur për ta adhuruar Zotin, për ta njohur Zotin, atëherë këto tjerat nuk kanë shumë rëndësi. Këto vinë në pyetje vetëm atëherë kur pjesa e përgjithshme e adhurimit, ose siç e njohim ne në mësimet islame, pjesa e besimit të jetë ngulitur mirë, dhe pastaj vjen në shprehje edhe pjesën tjetër e ibadetit. Kurse sa u përket adhurimeve specifike ose jurisprudencës islame, siç e njohim ne, këtu dikush mund thotë që ky adhurim është më i rëndësishëm, dikush mund thotë ky adhurim ka hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thonë namazi është shtylla e fesë, është mukhul ibada, është truri, është koka e adhurimit, namazi është kulmi. Po. Mirpo në anën tjetër kemi edhe hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe hadithe kutsie nga Zoti që edhe për agjërimin e Ramazanit, thënë çdo adhurim ka një lloj shpërblimi, agjërimi është për Zotin dhe ai shpërblen për të, është i pacaktuar. Do të thonë ka një vlerë të madhe secili ka. Mendoj që sipas asaj që kanë dhënë edhe dietarët islam tek ibadetet e veçanta, tek koncepti i ngushtë i ibadetit, çdo ibadet ku besimtari është më i dobët, ai duhet të jetë më i rëndësishëm. Mendoj që pikat e dobta ku i ka besimtari, ato duhet t'i përmirësoj. T'i përmirësoj, t'i avancoj. Në mënyrë që adhurimi të jetë më i frikshëm, më kualitativ. Për shembull, dikush mund të thotë tani, do të marrim një shembull konkret, ndonjëherë ibadetet nafile dalin para ibadeteve farze. Pa vetdije. Si? Për shembull, nëse themi kryerja e haxhillëkut është detyrim për besimtarin i cili ka mundësi fizike dhe materiale dhe udhëtimi për në haxhillëk. Përderisa dietarët islam edhe për haxhillëkun kanë thënë që përderisa ka disa mungesa brenda rrethit familjar, materiale, ti nuk guxosh shkosh në haxhillëk. Tani parashtrohet pyetja, çfarë rendi mund të ketë për shembull umrja kur duhet patjetër një pjesë, se shohim që përdoret masovisht që shkojnë në umre. Po, Zoti inshallah ka bulla bën ti. Amin inshallah. Mirë, po nuk guxojmë ne të shkojmë në umre përderisa kemi zbrashtira të tjera këtu. Nuk bazohem, që nuk është mendimi im, sigurisht kjo është analizë e njerëzve të denjë që e kanë bërë këtë analizë. Për shembull, një prej sahabëve Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka qenë prej njerëzve që për cilin i dërguari i Zotit është lutur Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil. O Zot, mësoja atij fen dhe mundësoja kuptimin e Kuranit. Kjo Abdullah ibn Abbasi, një ditë prej ditëve kur është ka fal namaz nafile te Gurizi, një prej thënieve të tij është edhe kjo, thotë për Zotin, thotë për mua më e rëndësishme do të ishte që një dert, një hall, një gajle që hek një vllau musliman, sesa t'i bëj 70.000 vjet namaz nafile te Gurizi. Edhe tash shihni çfarë koncepti domethënë ka ndaj ibadetit. Se ne ndonjëherë fokusohemi tek adhurimet që janë vetëm ndaj Zotit. Sot fatkeqësisht kemi një defekt tek adhurimet që ne i kemi mes njëri tjetrit, ose hakun që robi ka ndaj robit, ndaj Zotit. Tash nëse Abdullah ibn Abbasi nuk e ka kuptuar konceptin e adhurimit siç duhet, atëherë nuk e di se kush mund ta kuptojë dikush tjetër më mirë. Ju falenderit nderuar profesor, atëherë kur jemi te ibadetet, tek adhurimet me të cilat Allahu xhaleshanhu e ka obliguar robin e tij,
cili është hikmeti, urtësia, se pse Allahu Gjellëshanuhu kërkon nga besimtari që të realizoj kryerjen e disa ibadeteve të veçanta në format veçanta. Sigurisht që njeriu është një qenie intelektuale, është një qenie të cilit Allahu Gjellëshanuhu i ka dhënë arsyen e shëndosh, të mendoj, të logjikoj, dhe një qenie e arsyeshme si njeriu patjetër duhet të tregon aftësinë e tij, duhet të tregoj se është një qenie e cila është e gatshme të pranoj detyra dhe rregulla. Dhe Allahu Gjellëshanuhu të gjithë pejgamberëve dhe popujve para umeteve, para Muhamedit a.s. u ka dhënë disa obligime. Mirë po, një pjesë të veçantë të adhurimeve Allahu Gjellëshanuhu i ka veçuar dhe i ka vazhduar për umetin e Muhamedit a.s. deri në ditën e gjykimit. Ibadetet, edhe pse bëhen ndaj Zotit, reflektimi i atyre më shumë është tek robri. Tek vetrobi. Tek robi. Për shembull, nëse marrim namazin. Namazi ka përveç aspektit shpirtëror që është i papërshkrueshëm, do thonë lidhja e njeriu me krijuesin e vet, shprazja e energjisë negative, komunikimi i drejt për drejt me Zotin, që ja ka mundsuar që miraxhi besimtarit të jetë namazi sejdja, ka edhe aspekte të tjera pozitive edhe fizike, edhe sociale, sepse namazi i preferuar është namazi me xhamat. Me xhamat, sigurisht që kur do të afrohen njerëzit njëri me tjetrin, do të kenë hallet, dertet, problemet njëra tjetrën. Mos flasim për agjerimin. Do thënë, e rëndësishme është se nuk dua të ndalem te këto pjesët se çfarë efekte kanë adhurimet. E rëndësishme është që efektet e adhurimeve janë shumë dimensionale. Bile njeriu nuk mund të i perceptojë të gjitha, sepse dal nga dal bota sot duke u zhvilluar shkencat e ndryshme arrin të zbulojnë dimensione shumë të rëndësishme të adhurimeve. Tash duke pas parasysh të gjitha këto dimensione, sigurisht që Allahu Gjellëshanuhu ka dash përmes një adhurimi që ne ta njohim atë, po përsëri edhe të fitojmë edhe për jetën e kësaj bote. Shpesh herë dëgjoj që jo me rëndësi është besimtari në ahiret. Allahu asnjë adhurim nuk e ka bërë që veç për ahiret jetë. Ashtu. Edhe vetë Ramazani, të cilin ne agjerojmë, efektet pozitive, dobit e Ramazanit janë të shumë fishta, fizike, po edhe psiqike, edhe kjo është e rëndësishme, për cilat unë besoj që ne nuk jemi kompetent flasim për këto. E rëndësishme është që adhurimi, mirë po në fund duhet besimtari të ketë një adhurimet duhet t'i bëjmë me këtë vetdije. Jo pse përfiton, pa adhurimin e bën pse e respekton Zotin. Zoti ma ka kërkuar këtë? Ma ka kërkuar, në rend të parë duhet jetë në nështrimin ndaj Zotit, sepse kjo është pika e cila ibadetet e veçanta i lidhen me ibadetin e përgjithshëm që është njohja dhe adhurimi i Zotit. Nëse kjo nuk ekziston, atëherë edhe këto, nëse unë për shembull agjeroj Ramazanin vetëm për shkak të mbajtjes së një diete, ose pse mjeku mi ka ndaluar një sër ushqimesh, edhe them hajde më mirë, atëherë ta shfrytëzoj ta bëj edhe Ramazanin, ki nuk është Ramazan. Ki nuk është agjerim. Por agjerimi duhet të bëhet vetëm për Zotin Gjellëshanuhu, pastaj Zoti i sjell në të gjitha efektet të cilat ne mund t'ia shohim hajrin dobin edhe në këtë botë. Sigurisht edhe në botën tjetër. I nderuari profesor, me që jemi edhe në fund të këtij emisionit, cili do të ishte mesazhi për ata të cilët janë duke na ndjekur nga rrjetet sociale dhe nga televizionet? Unë do të kisha dhënë di porosi, di këshilla shumë të rëndësishme. Të adhurohet Zoti pse ai urdhëron, e para, dhe e dyta, merrni ibadetet të cilat ju mungojnë. Me një fjalë, nëse ne na mungon ibadeti i respektit të ndërsjell, le ta marrim këtë ibadet. Nëse na mungon namazi, ta marrim namazin. Nëse na mungon ibadeti familjar, i konsolidimit familjes, atëherë ta marrim këtë adhurim. Dhe atëherë do të jemi brenda atij korpusit që e ka vizatuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për adhurimin dhe ibadetin e mirëfillt.
Ju falenderit. Nderuar profesor, unë edhe një herë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni, duke lutur Allahun xhelleshanuhu për mirësi, begati, t'ju jep shëndet, jetë gjatë dhe suksese në veprimtarinë e juaj. Dhe kuptohet do t'ju ftojmë sërish këtu në TV Ikre për të diskutuar tema të tjera të ndryshme. Patjetër, më shumë kënaqësi. Faleminderit, më nderqofshi edhe ju. Kënaqësia ishte e jona, ju falenderit. Atëherë, të nderuar shikues, ne jemi këtu në fund të këtij emisioni, po e përmbyllim këtë emision. Ju falemderit për vëmendjen, lusim Allahun xhelleshanuhu për ibadete, adhurimet pranuara, takohemi sërish në emisionin tjetër të radhës, deri atëherë qofshin në mbrojtjen e Allahut xhelleshanuhu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.